تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. E gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu s'ka kush e devijon dhe ka e devijon Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti. Në të vërtetë Ti je gjithdituri I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi. Na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë në tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Na e bëj diturinë që na ke mësuar argument për ne dhe jo argument kundër nesh. Vazhdojmë me librin Rawdatul Uqala, kopshti I të mençurve, të autorit Ebu Hatim Muhammad ibn Hibban at-Tamimi al-Busti, I cili ka vdekur në vitin 354 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt ata, na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Më tutje, vazhdojmë me temën e 31, që është dhikru zëgjri an qabuli qawli al-wushah. Do thotë ndalimi ose përmendja e ndalimit të ashpër, të rrept për pranimin e fjalëve të ngatrestarëve. Do thënë ata që duan të fusin armiqësi, ata që I bartin fjalët. Do thënë fjala wishaja është bartja e fjalëve ose spionimi të njerëz që kanë pushtet. Do thënë tu tregohet atyre diçka prej asaj që është thënë, do thënë për të futur, për të bërë prishje. Është pjesë e asaj që e njohim me fjalën nemime, që do thënë bartje e fjalëve mes njerëzve për të prishur raportet mes tyre. Do thënë prandaj quhen kështu si jemi munduar të përkthejmë me fjalën ngatrestar, do thënë ata që mundohen shkojnë mes dy palëve me fjalë të ndryshme për të bërë ngatresa mes tyre. Thot këtu autori rahimahullah, akhbarana Abu Ya'la qala haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma qala haddathana Mahdi ibn Maymun قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث. مثلا ترانسميتوhet me këtë zinxhir nga Hudhaifa radhiyallahu anhu, Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, që dikush I ka thënë se ka një njeri që I bart fjalët. Domethënë është një person ose filani që I bart fjalët. Ka thënë Hudhaifa radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulu al-jannata namam. Ka thënë e kam dëgjuar të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë, nuk hyn në xhennet bartësi I fjalëve. Do thënë ai që I bart, siç tham, që bën nemime, që I bart fjalët mes dy palëve për të prishur, për të futur armiqësi ose për ta prish atë miqësi dhe dashuri që e kanë pas mes veti. Do të thënë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk hyn në xhenet njeriu I tillë. Ky është hadith që ka transmetuar Buhariu në Sahihun e tij, edhe Imam Muslimi gjithashtu në Sahihun e tij. Por te Sahihu I Buhariut është la yadkhulul jannata qattat. Do të thënë nuk hyn në xhenet, është me emër tjetër, po kuptimi është I njëjtë, do thotë bartësi I fjalëve. Dhe thot autori rahimahullah, al-wajibu ala an-nasi kaffatan mujanabatul ifkar
fi s-sabab alladhi yuaddi ila al-baghdha wal-mushahana bayna an-nas. Do të thonë të gjithë njerëzit pa përjashtim e kanë obligim që të largohen nga mendimet, do të thonë ose planifikimet për shkaqet që fusin mes njerëzve, urrëtie ose ftohje ose armiqësi. Do të thonë secili njeri e ka obligim që t'i largohet këtyre mendimeve ose planifikimeve për t'i bërë këto shkaqe. Dhe gjithashtu të largohet nga përpjekja për të bërë përçarje do të thënë për të futur përçarje te bashkimi i njerëzve. Dhe thotë kurse njeriu i mençur asnjëherë nuk e fut mendjen e tij, do të thënë që të mendojë ose të planifikojnë këto që i përmendëm. Dhe po ashtu njeriu i mençur nuk i pranon fjalët e atij që e bën këtë përpjekje. Nuk i pranon fjalët e atij që vjen, do të thënë me këtë qëllim dhe me këtë rrugë në bihilatin min al-hiyal, do të thënë në asnjë lloj gjendje. Asnjëherë nuk e pranon njeriu i mençur fjalën e ngatrestarit ose bartësit të fjalëve. Sepse thotë njeriu i mençur e di se ai që ka bartë fjalë, do të thënë është në një mëkat që do të thënë ai meriton të dënohet për mëkatin që është duke bërë. Do thotë bartja e fjalëve është prej mëkateve të mëdha. Edhe kur thuhet nuk hyn në xhenet, ai njeri që e ka këtë cilësi, do të thënë është prej mëkateve shumë të mëdha dhe për këtë shkak, do të thënë si ka mundësi me nderu, me që t'ja dëgjosh fjalën atij edhe t'ja ecësh atë rrugën që e ka nisur, do të thënë duhet të qortohet edhe të poshtrohet ai njeri që vjen, do të thënë për t'i bartur fjalët. Edhe ka disa sqarime shumë të bukura lidhe me këtë. Pastaj thot autori rahimahullah që me zinxhirin e tij transmeton nga Yahya ibn Abi Kathir se ka thënë Sulejmani, biri i Davudit alayhim assalam, do të thënë i ka thënë birit vet, o biri im, iyyaka wan namime, do të thënë ruhu prej nemimes, sepse ajo është më e mprejtë se shpata. Do thot, pra siç kemi thënë për këto transmetime që janë prej fjalëve që mund të jenë transmetuar nga Benu Israil, por pa marrë parasysh, do të thënë kuptim, do të thënë ja është e saktë se nemimja, bartja e fjalëve është më e mprejtë se shpata. Edhe dëmin që e bën është më i rëndë se dëmi i shpatës. Edhe thonë arabisht, do thotë që ajo plaga e fjalës, pra arabisht është, do të thënë si rim, kelmul lisan, ehad ose ekna min kelmis sinan. Do të thënë kjo varra ose plaga që e bën fjala, gjuha, është më e rëndë edhe më e dhimbshme se plaga që e bën shtiza. Do thotë kur hyn fjala, do thotë dikun e lëndon njeriu, ai lëndim është shumë më i rëndë se lëndimet tjera që mund t'i pësoj, do thotë në trupin e tij. Pastaj ka thënë që e ka thënë këtë poezi El Kurejzi, men nëmme fin nasi, lem tu'men aqaribuhu, ala sadiqi, wa lem tu'men afa'ihi. Do të thënë ai që bën nemime, që bart fjalë mes njerëzve, nuk mund njeriu të jetë i sigurt prej akrepave dhe prej gjarprinjve të tij. Kesejli bil lejli, la yadri bihi ahadun min ayna jaa wala min ayna yatihi. Do të thënë sikur akrepat edhe gjarprind natën që ecin, edhe vinë dhe të dëmtojnë, edhe njeriu nuk e di se nga erdhi ose nga të mbrohet. Nuk do të thënë është një dëm për cilin njeriu nuk është i vetëdijshëm. Kjo, si depërton kjo nemimja, është më e rëndë se akrepat dhe gjarprind. Falwailu lil ahdi minhu kayfa yanquduhu wal wailu lil wuddi minhu kayfa yufnihi. Do të thënë mirë për ata si i prish marrëveshjet, si i prish afërsitë, do të thënë si i prish gjithashtu dashurinë mes njerëzve, mirë për atë, do të thënë që i shkatron këto. Se njeriu mendon
Sigur ai gjarë primet vërtet që natën është i pavërejtur edhe afrohet, edhe mendon njeriu që me këtë nemime ka shpëtuar prej demaskimit edhe nuk e ka marrë vesh askush, mirë po harron se Allahu subhanahu wa ta'ala është mbikëqyrës edhe ishe çdo gjë, edhe si ka thënë Allahu inna rabbaka labil mirsad, do të thonë Zoti yt është në prit. Më thotë i shet gjitha, edhe sikur ajo prita që është ose do të thonë që e pritet ushtria, e cila mendon se nuk janë duke e pa ushtarët e armikut, mirë po bien këtë kurth. Në këtë mënyrë ai bartësi i fjalëve mendon se është i aftë edhe shkon në të dy anët, do të thonë me fytyra të ndryshme, por nuk e di se para Allahut subhanahu wa taala është i zbuluar. Pastaj thot autori rahimahullah, akhbarana Ahmed ibn Ishaq an-Naqid biwasit, do të thonë na ka treguar Ahmed ibn Ishaq an-Naqid në Wasit, dhe përmend zinxhirin e tij nga Amr ibn Mejmun, i cili ka thënë kur Musa alayhi salatu wassalam shpejtoi te Zoti i tij subhanahu wa taala, do të thonë shpejtoi për takimin, thot pa një njeri që ishte nën arsh, edhe i pëlqeu ai njeri, edhe e lakmoi do të thonë pozitën e tij, prandaj e pyeti Allahun subhanahu wa taala që t'ia tregoj emrin. Edhe thot se Allahu i ka thënë nuk ta tregoj emrin, por do t'i tregoj veprat e tij. Do të thonë 3 vepra janë që e kanë ngritur në pozitën më të lartë të banorëve të xhenetit. Do të thonë pozita më e lartë që është poshtë arshit. Se si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ti luteni Allahut, kërkojeni Firdausin, sepse Firdausi është grada më e lartë e xhenetit dhe është mesi i xhenetit, prej tij burojnë lument e xhenetit dhe kulmi ose domethënë kupolla e Firdausit është arshi i Allahut gjithfuqishëm. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala, domethënë këtë transmetim që do t'i tregoj, pra i ka thënë Musait alayhis salam, do t'i tregoj 3 vepra të tij që e kanë ngritur në këtë gradë të lartë. Kana la yahsudu an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli. Do thotë ai nuk kishte zili për njerëzit për shkak të mirave që ua ka dhënë Allahu atyre, wala ya'uqu walidayhi, edhe nuk ishte me sjellje të keqe ndaj prindërve të tij, domethënë ishte bamirës dhe respektues ndaj prindërve, wala yamshi bin namima, dhe nuk ka bartur fjalë. Do thotë kjo është prej cilësive që janë shkak për të hyrë në xhenet. Domethënë prapë themin këtë transmetim është prej israeliatëve, mirë po është e saktë se këto vepra janë prej veprave më të mira që janë përmendur në ajete dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj se përndryshe ky transmetim gjithashtu që është nga Amr ibn Mejmun, Amr ibn Mejmun është prej tabinëve më të mëdhenj, është mukhadram, do thotë prej atyre që e kanë pranuar Islamin gjatë jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por nuk janë takuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të llogaritën sahabe. E ka pranuar Islamin nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Edhe pastaj është shpërngulur në Medinë dhe ka mësuar shumë nga Abdullah ibn Mas'ud, edhe është prej imamëve të tabinëve dhe transmetimi i tij është i saktë, mirë po në zinxhir që për të arritur deri tek ai është ka një transmetues dobët që është Ahmed ibn Abdel Jabbar, do të thënë këtu në zinxhir, dhe ky është do të thënë transmetuesi i dobët. Do thotë ka dobësi ky transmetim që ta kemi parasysh, por sidoqoftë kemi thënë se dietarët i sjellin këto edhe transmetime të dobta, i sjellin për si argumente dytësore ose argumente që i përmbledhin kuptimet e shumë argumenteve të tjera. Do thotë ato pjesë e veprave të mira janë të argumentuara në argumente të sakta. Pastaj ka thonë autori rahimahullah, transmeton me zinxhirin e tij nga El-Utbi, thotë dëgjova një grua arabe ose beduine duke këshilluar birin e saj dhe i tha alejke bi hifdhi sirr, do të thonë kujdesu për ruajtjen e sekretit.
wa iyaka wan namima, edhe largohu plotësisht, ruhu dhe t'jesh i paralajmëruar prej bartjes fjalëve. Fa innaha la tatruku mawaddatan illa afsadatha, se bartja e fjalëve secilën dashuri, secilën lidhje të mirë e shkatron. Wala jama'atan illa baddadatha, edhe secilin grup ose bashkim, secilin bashkim e copton. Wala daghinatan illa awqadatha, edhe secilin do të thënë ndjenjë të keqe ose emocion të keq ndaj njerëzve e ndez edhe e forcon bartja e fjalëve. Kjo nuk është përmendur me emër kush ka qenë kjo grua prej beduinëve, mirë po i ka dhënë këto këshilla djalit saj që janë me të vërtet të çmuar edhe të sakta. Pastaj thot autori rahimahullah, thumma la budda liman urifa biha wa nusiba ila muqarafatiha min an yahtarisa min mujalasati. Do të thënë, pastaj patjetër një njeri që njihet me bartjen e fjalëve, sepse ka mundësi në fillim, si tham, njeriu njëherë është i fshehur edhe mendon se vazhdon me atë aftësinë e tij shejtanike djallëzore, edhe mendon se nuk e kupton askush, mirë po dikur do të merret vesh gjendja e tij, do të dihet se njëherë ndodh një rast tjetër, edhe ata shokët që janë armiqsu për shkak të bartjes fjalëve, një ditë do ta marrin vesh se shkaku ka qenë bartja e fjalëve të nga filani që i ka prish ata. Edhe kështu merret vesh gjendja e tij, edhe atëherë njerëzit do të ruhen, do të thënë prej tij, do të ruhen që nuk do të ulen me të, edhe nuk do t'i besohet afërsisë së tij, dhe njerëzit do të kenë dëshirë që të jenë sa më larg prej lidhjes me të. Prandaj ka thonë thot autori se ka thonë Ehu Rabi'a, tamashshayta fina bin namimi wa innama yufarriqu bayna al-asfiya'i an-namaimu wa ma zilta mansuban ila kulli afatin wa ma zala mansuban ilayka al-malaimu. Do thot ti hece me namime, barte fjalë mes nesh, dhe njerëzit, shokët më të pastër, do të thënë që janë më të çiltër ndaj njëri tjetrit, i prish bartja e fjalëve. Edhe tani vazhdimisht ty të mvishet çdo mangësi, edhe çdo qortim është për ty. Li annaka lam tandam li sharrin fa'altahu wa ma ya'ti min khairin fa innaka nadimu, se ti nuk pendohesh për të këqijat që i bën, kurse për ndonjë të mirë që ka ndodhur, ti je i penduar. Do të thënë nuk i do të mirat dhe i do ato të këqijat. Allah na ruaj. Pastaj transmeton autori rahimahullah nga Muhammad al-Madaini, se ka thënë washa washin bi Abdullah ibn Hammam as-Saluli ila Ziyad. Do të thënë një nga trestar, kështu, ka shku, ka bart fjalë për Abdullah ibn Hammam as-Salulin te Ziyadi, që ka qenë vali i Irakut, edhe ka shku te ai, do të thënë prandaj kësaj i thonë wishaje, kur bart fjalë te ata që kanë pushtet për ta dëmtuar, do të thënë atë njeri për cilin bart fjalë. Edhe thot Ziyadi e thiri ibn Hammamin. Ai erdhi dhe hyri do të thënë te Ziyadi, dhe ky njeriu bartësi i fjalëve, nga trestari ishte aty prezent në mesin e tyre, dhe i tha Ziyadi, o ibn Hammam, më ka arritur lajmi se ti ke fol keq për mua. Ai ibn Hammami ka thonë, kalla aslahaka Allah ma fa'altu. Do të thënë asesi, nuk është e vërtet. Allahu të përmirësoft, nuk e kam bërë këtë. Dhe ti nuk e meriton këtë. Do të thënë nuk e meriton që të flas fjalë të këqija për ty. Atëherë thot, do të thënë e ka pasur të fshehur këtë njeriu. Atëherë e ka nxjerr, ka thënë ky është ai që më tregoi se ti ke fol keq për mua. Atëherë ibn Hammami ka heshtur disa sekonda, pastaj është kthyer atij njeriu, i ka thënë anta mru'un imma tamantuka khaliyan fa khunta wa imma qulta qawlan bila ilmi. Do të thënë ti je një njeri ose që të kam thënë diçka në fshehtësi, në sekret, të kam besu, edhe ti ke tradhtu, ose ke thënë fjalë që nuk është e vërtetë, do të thënë që nuk e kam thënë.
fa anta min al-amri alladhi kana baynana bimanzilatin bayna al-khiyanati wal-ithmi. Atëherë ti në këtë që e ke bërë, je ose tradhtar ose mëkatar. Domethënë, prandaj secili që bart fjalë, ose është në këtë pozitë, domethënë një prej këtyre dy njerëzve, si do ta përmendë autori më vonë, ose është njeri që me të vërtet dikush ja ka thonë një fjalë, i ka besu, do thotë pa marrë parasysh, ndoshta ka qenë edhe gabim ajo që ka thonë, po ndoshta edhe s'ka qenë gabim, është me vend, i ka besu atij. Edhe tani ai e bart atë fjalë, edhe e zbulon sekretin, është tradhtar, edhe me këtë është mëkatar. Ose është që i mvesh fjalë të tjera që nuk i ka thënë ai për cilën përgojon, edhe atëherë është gënjeshtar, është edhe më keq, shpifës domethënë për të prishur mes njerëzve, më keq se sa vetëm bartje e thjeshtë e fjalëve. Edhe atëherë thot fa u'jiba Ziyadun bi jawabihi, atëherë Ziyadit i pëlqej kjo përgjigje dhe e afroi këtë Ibn Hammamin dhe e largoi atë nga trestarin ose bartësin e fjalëve dhe nuk ja ka pranuar asnjëherë atij fjalën ose dëshminë. Pastaj thot një poezi që ka thënë Ibn Zinxhi al-Baghdadi, ka thënë yamshuna fi an-nasi yabghuna al-uyuba la ayba fihi likay yustashraf al-atab. In ya'lamu al-khayra yukhfuhu wa in 'alimu sharran adha'uhu wa in lam ya'lamu kadhabu. Do thot hecin mes njerëzve edhe mundohen t'i gjejnë tmetat ose mangësitë e njerëzve ose gabimet njerëzve. Hulumtojnë që të gjejnë ndonjë gabim vetëm që t'i bëjnë ndonjë dëm, që domethënë t'i sjellin ndonjë dëmtim, ndonjë pengesë. Nëse din ndonjë të mirë e fshehin. Nëse din ndonjë të keqe e përhapin. Dhe nëse nuk din ndonjë të keqe, gënjejnë. Domethënë këta njerëzit më të këqij në këtë mënyrë. Pastaj ka thënë autori rahimahullah, domethënë me zinxhirin e tij transmeton nga Huxhein ibn al-Muthanna, se ka thënë një njeri thot sa'a rajulun bil Layth ibn Sa'd ila wali Misr. Do thot një njeri ka bërë ngatresa për Layth ibn Sa'din te valia i Egjiptit. Atëherë valia, domethënë ka dërgu dikan që ta thirrë, dhe kur ka ardhur Layth ibn Sa'di, Layth ibn Sa'd është prej imamëve të diturisë, edhe është bashkohës i Imam Malikut, dhe kanë përmendur për ta që ka qenë më i ditur se Imam Maliku, mirë po nxënësit e tij nuk e kanë përhap diturinë si që kanë përhap nxënësit e Imam Malikut, prandaj nuk është bëha që i njohur, ose nuk është bëha ati një medheb, Layth ibn Sa'd, rahimahullah, ka qenë gjithashtu shumë që ka dhënë sadaka, shumë ka bërë ibadet, do thot përmenden për ta vlera shumë të mëdha. Edhe për këtë do thot ka shku te pushtetari dikush, ka fut nga tresa dhe ka thirrur pushtetari edhe ka thënë ky njeri më ka tregu për ty kështu e kështu. Atëherë Laythi ka thënë Selhu, aslah Allahu l-amir, amma ablaghak. Do i thot Layth ibn Sa'di, pyete, do thot Allahu e përmirësoft emirin, pushtetarin ose princin, pyete për këtë që ta ka treguar. A është diçka që unë ja kam thënë në besë atij dhe na ka tradhtuar, apo do të atëherë fema yanbaghi laka an taqbala min kha'in. Do të thonë pyetet këtë, a është kjo fjalë që unë ja kam thënë besë dhe ai më ka tradhtuar, dhe nëse është ashtu, atëherë ti nuk duhet ta pranosh fjalën e tradhtarit, apo është diçka që ka gënjy për mua, edhe atëherë nuk duhet të pranosh prej gënjeshtarit gjithashtu. Atëherë ky pushtetari ka thënë sadaqta ja Abul Harith, do të thonë e vërtetë, saktë është ajo që the o Abu Harith. Pastaj transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Ummu Darda radhiyallahu anha se wa rahimaha, një njeri ka thënë Ummu Dardas se dikush ka fol për ty keq te Abdul Malik ibn Marwan, te khalifja, ka fol keq për ty. Ka thënë Ummu Darda, Allahu e mëshiroft,
in nu'ban bima laysa fina fa talama zukkina bima laysa fina. Ka thonë, nëse dikush fol keq për ne me diçka që nuk e kemi, atëherë ne kemi parasysh se ka edhe shumë që na kanë lëvdu me gjëra që nuk i kemi. Do thotë, pra njeriu i mençur edhe njeriu i sinqert, në radhë të parë, do të thënë i sinqert që e njeh fen Allahut, e njeh Allahun subhanahu wa taala, dhe është i sinqert, është i përkushtuar vetëm ndaj Allahut. Edhe nuk i bëhet vonë nëse dikush përqesh ose e shan, as nuk mashtrohet nëse dikush e lëvdon. Do thotë njeriu që i ka veprat për Allahun. Prandaj kam thënë te definicioni sinqeritetit, kam thënë është që tek njeriu i sinqert janë të njëjta për të ndikimi tek ai është i njëjtë, si prej sharrjeve, si prej lëvdatave. Do të thënë, as nëse lëvdohet, nuk i rritet mendja ose nuk mashtrohet ose nuk gëzohet, sepse këtë vepër nuk e ka bërë që ta lëvdojnë njerëzit, po e ka bërë që të fitojë te Allahu subhanahu wa taala. Nëse nënçmohet me diçka që e ka me të vërtetë, nuk mërzitet, por mundohet ta përmirësoj këtë. Nëse nënçmohet me diçka që nuk i ka, që nuk e ka ndonjë tmet, atëherë është i qetë se është para Allahut i pastër. Pra njeriu i sinqert, njeriu të sinqert, do të thënë, nuk i bëhet vonë nëse dikush e ofendon, as nuk gëzohet edhe nuk mashtrohet me vetveten nëse dikush e lëvdon. Prandaj ka thënë Ummu Darda, rahimahullah, ka thënë, do të thotë edhe nëse na shajnë me diçka që nuk e kemi, ne kemi parasysh gjithashtu që edhe na kanë lëvdu me gjëra që nuk i kemi. Do thotë atëherë për ne është njësoj. Thot autori rahimahullah, al-wajibu 'ala al-aqil, do të thënë njeriu i mençur e ka për detyrë që t'i mbyll syt para atyre fjalëve që i bartin nga trestartë. Dhe të gjitha ato fjalë mundohet t'i komentoj si diçka të mirë. Dhe të dalë, do të thënë mos dale, pra ta braktise daljen prej asaj që i ka hije njerëzve të mençur. Pra të qëndrojnë moralin e lartë, edhe mos bëhet për shkak të këtyre fjalëve që janë bartur, mos dale nga rruga e njerëzve të mençur. Edhe gjithashtu të largohet nga mendimet që ja ulin mençurinë dhe moralin atij, sepse nëse kur dikush bart fjalë, thot për një njeri, qëllimi i tij për ta dëmtuar këtë te i cili e ka bart fjalën, është më i madh se sa qëllimi për ta dëmtuar atë për i cilit e ka bart fjalët. Do thot, ti sjell fjalët, atëherë ta dish se dëmin që ta bën ty është më i madh se dëmin që është duke ja bë atij për i cilit po i bart fjalët, sepse si do të përmendet tani këtu, do të thënë, nëse nuk ti kishte thënë ato fjalë, ti ke qenë i qetë, as nuk ke pas shqetësim në shpirt, as nuk ke pas mendime të këqija, do të thënë ke qenë në rahati, por kur ka ardhur ai në radhë të parë ta prish ty rahatin, edhe gjendjen dhe qetësinë, pastaj atij për i cilit i bart ato fjalë. Dhe po, se tregon diçka që për njeriu e mençur është e rëndë që ta dëgjojë atë fjalë ose që ta di atë fjalë, është diçka që e shqetëson pastaj në shpirt, edhe kështu ja bën dëmin atij më të madh. Dhe ka thënë një poet, wa laqad ahsana alladhi yaqul, thot autori, domethënë shumë bukur e ka thënë një poet, men yukhbiruka bi shatmin an akhin fa huwa ash-shatimu la man shatamak. Shikoni, do thot, kur tregon dikush se vllai jot ka sha, ta di se ai është sharsi, jo ai që të ka sha në realitet. Se ai kur të ka sha, ti nuk e ke dëgjuat edhe nuk e ke marrë vesh, edhe ke qenë në paqe ose në rehati. Por kur ta ka sjell ky fjalën, tani ky është sharsi që të shqetëson. Dhaka shay'un lam yuwajihka bihi innama al-lawmu 'ala man a'lamak. Do thotë, kur ai ka folur keq për ty, nuk ti ka thonë sy, kështu që tani duhet qortohet ky që ti ka sjell para syve. Kayfa lam yansurka law kana akhan dha wafa'in 'inda man qad zalamak. Pse nuk të ka ndihmuar ai, pse nuk të ka mbrojtur ai,
nëse ka qenë vëlla me të vërtetë për ty, nëse ta ka dashur të mirën, pse nuk të ka mbrojtur atje kur dikush të ka bërë padrejtësi ose të ka ofendu padrejtësisht. Innama rama bi iblaghi alladhi namma fihi fa'laman an yurghimak. Do thot, pra aty ka heshtur, e ka dëgju fjalën, ka qenë rregull që të thuhet ajo fjalë kundër teje, tani do që ta sjell ty fjalën edhe më shumë të postroj edhe të dëmtoj. Fa ahinhu, innehu min lu'mihi, in tuhinhu bihawanin akramak. Do të thonë, atëherë prandaj postroj ata. Do thotë këtë njeri që ti ka bart fjalët, mos e ndero, sepse poshtërsia e tij është e atill që nëse ti e nënçmon, ai do të nderoj. Si kemi thënë te cilësitë e njeriu të poshtër. Nëse je i vrazhd ndaj tij, bëhet i butë ndaj teje. Nëse bëhesh ti i butë ndaj tij, bëhet i ashpër. Nëse e nderon, të nënçmon. Nëse nuk e përfill, atëherë nderon. Domethënë, për këtë shkak ky njeri që i ka bartur fjalët është në këtë gjendje të poshtërsisë, prandaj mos e ndero ti atë, atëherë ai do të nderoj ty. Lakin al-hurru idha ajlaltahu lam yusaghirka walakin fakhamak. Por njeriu që është i lirë, ka thënë, domethënë ai njeriu që është me moral të lartë edhe i mençur, nëse ti e nderon, e respekton, e madhron, ai nuk të zvoglon, domethënë por të madhron. Pra njeriu fisnik e di nderin, edhe e di respektin dhe e kthen njësoj. Kurse njeriu i poshtër e bën të kundërtën. Domethënë me rëndësi është se ky njeri që t'i bart fjalët, nëse ta ka dashur me të vërtetë mirën, do të kishte mbrojtur aty, do të kishte thënë nuk është e vërtetë kjo që thua, ai është vëllai jon, është, domethënë i ka këto të mira, nuk i ka këto që ja përmendet ti, edhe mbyllet kjo temë. Mirë po ai i ka dëgju, ndoshta edhe e ka ndihmu që të flasë edhe më shumë, pastaj vjen te ti edhe të thotë ka thënë për ty kështu, ndoshta ai ka qenë i pari që ka thënë aty. Pastaj transmeton autori rahimahullah nga Abbas ibn Mejmun, thot, shay'a al-Hasan ibn Sahl dhal wizaratayn, falamma balagha nihayat at-tashyi' qala lahu al-Ma'mun ya Hasan alaka haja. Pra thot këtu se Hasan ibn Sahl, do thot ka qenë në një ceremoni, do thënë te Ma'muni, dhe kur ka mbaru i ka thënë Ma'muni, o Hasan, do të thënë Hasan ibn Sahl, a ke do një nevojë, a ke do një kërkesë nga unë? Ka thënë po, o prijes e besimtarve, tahfadhu alayya min qalbika ma la astati'u idrakahu illa bik. Do thënë i ka thënë po, kam kërkesë prej teje që ta ruash zemrën ndaj meje, do të thënë mos të kesh mendime të këqija ndaj meje, për ndonjë gjë që unë nuk kam mundësi ta marr vesh përveç se prej teje. Do thotë, nëse të vjen dikush, thot ndonjë fjalë të keqe, ose ke ndonjë mendim të keq, edhe unë nuk e di se ty të ka ndryshuar mendimi për mua, për shembull, si mund ta marr vesh vetëm prej teje. Pra ruaje zemrën, mos puno sipas atyre mendimeve derisa të mi tregosh edhe ti sqarojmë. Thot wa yakunu bainaka wa yakunu baini wa bainak, do të thënë mes me dhe teje le të jetë si rregull kjo poezi, wa kuni ala alwashina ladda'a shaghbatan kama ana lilwashi aladdu shaghubi. Do të thënë, thot ti ndaj ngatrestarve bëhu armik më i ashpër, siç jam unë për ngatrestar, do të thënë që më sjellin fjalë prej teje, armik i ashpër. Do thot mos i prano fjalët e askujt, por nëse ke diçka ma thuaj mua që ta shqyrtojmë dhe ta zgjedhim si vëllezër, do të thënë si duhet të jetë rruga e të mençurve. Pastaj thot autori rahimahullah, transmeton nga Yahya ibn Abi Kathir se ka thonë ai që alladhi ya'maluhu an-namamu fi sa'a, do të thënë ajo punë të cilën ose ai dëm të cilin e bën bartësi i fjalëve për 1 orë, nuk mund ta bëj magjistari për 1 muaj. Do thotë që dihet se qëllimi i magjisë, një prej qëllimeve kryesore cila është, si e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bayna al-mar'i wa zawji. Do thotë ata e kanë mësuar magjin me të cilën i kanë nda burrin prej gruas. Do të thënë i kanë nda ata që janë të dashur. Edhe kjo është një prej llojeve të magjisë që quhet
sihru as-sarf, do të thonë magjia për largimin e dashurisë ose për largimin e njerëzve mes veti. Kjo është prej punëve të magjistarëve. Allahu i shkatroft ata, edhe bartësit e fjalëve gjithashtu. Do të thonë ata çka mund të bëjnë për 1 orë ose për 1 minutë, do të thonë që tregon disa fjalë, nuk mund ta bëjë magjistari për 1 muaj, ka thënë Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah. Pastaj transmeton po ashtu me zinxhirin e tij nga Hamad ibn Salama, ka thënë një njeri e shiti një rob, një sklav, ja shiti dikujt, edhe ai i tha, do të thonë kur e ka pyet si është, a punon, a është i aftë kështu me radhë, ka thënë për çdo gjë të garantoj, përveç se për bartje të fjalëve. Do të thonë këtu, nëse e pranon, demek unë jam i distancum prej bartjes fjalëve. Për ndryshe për tjerë ato është shumë i Zotit, do të thonë shumë i mirë, por e ka këtë mangësi që bart fjalë. Dhe ky blerësi ka thonë, do thotë kjo nuk është shumë problem, ato tjera atletiket të mira. Edhe thot, atëherë e ka marrë në shtëpi. Pas një kohë, ky robi ka thonë gruas zotërisë, i ka thonë burri jot, do të thonë ty të tradhton, edhe nuk do ty, shkon me gra tjera e kështu me radhë. Edhe nëse do që t'i largohet kjo, merri disa qime nga fundi i mjekrës, ka thonë kur të flej, merri disa qime nga fundi i mjekrës edhe do të largohet prej tjera dhe do të doj vetëm ty. Edhe ajo i ka besu. Atëherë i ka shku, i ka thonë burrit, këtij zotërisë që e ka ble, i ka thonë gruaja jote të tradhton. Edhe do të thonë do me braktis ty, mirë po pasi nuk mundet e ka nërmend me të vra. Edhe prandaj shtiru se je duke fjet, edhe do ta shohësh se është e vërtetë. Edhe ai ka dëgju, edhe pas një kohë ka ardhur ajo gruaja me thik ose me brisk, do të thonë që t'ja marrë disa qime prej qafës. Edhe ai ka menduar se erdhi me të vërtetë për ta vrarë. Atëherë ka marrë, do të thonë me atë brisk e ka vraket gruan. Atëherë familja e gruas e kanë vraket njeriu. Edhe pastaj përmendet se gjithashtu kanë filluar, do të thonë, është bërë luftë mes këtyre dy familjeve për shkak të bartjes fjalëve. Do thotë këto janë disa tregime që i përmendin, ndoshta ka ndodhur sakt, ndoshta nuk ka ndodhur, por siç tham, nuk ka dyshim se bartja e fjalëve, nuk ka dyshim se ka shkaktuar kështu edhe vrasje, edhe ka shkaktuar luftra, edhe mes njerëzve ose mes familjeve ose edhe mes shteteve. Do të thonë ndonjëherë kjo bartja e fjalëve edhe shtetet i ka fut në luftë edhe kanë sjell viktima të shumta prej njerëzve, do të thonë për shkak të këtyre gënjeshtrave ose bartjes së këtill të fjalëve. Pastaj thot autori rahimahullah, do të thonë kjo që u përmend dhe ndodhi të ngjashme janë rezultat i bartjes fjalëve. Sepse bartja e fjalëve, do të thonë, i heq të gjitha perdet, i zbulon sekretet, i sjell këto urrëtitje, do të thonë, nga zemra, e largon dashurinë, e ripërtrin armiqsinë. Për shembull, ka mundësi edhe disa armiq që ka filluar të ftohet kjo armiqësia, vinë këta nga trestartë, edhe bartësit e fjalëve dhe duan që mos shuhet armiqësia. Sigur që ka bëjnë, do të thonë, në kohën tonë këta qifutët dhe të krishterët, vetëm duan të fusin armiqësi, do thotë, mes muslimanëve, edhe nëse ata e kam fjalën për mes muslimanëve, do thënë nuk flas për këtë gjendjen aktuale, edhe nëse janë hequr disa keq kuptime kështu me radhë, thotë ata vetëm nxisin, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala që vazhdimisht ata nxisin zjarr të luftës. Mirë po Allahu i shuan, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Do të thonë çdo herë kur ata mundohen të ndezin një zjarr për luftë, Allahu ja shuan, por vazhdojnë me ngatresa. Do të thonë e ripërtrin armiqsinë. Nëse ka filluar armiqësia të zbehet edhe të ftohet, ata e nxejnë përsëri, e coptojnë bashkimin, e nxisin zilin, urrëtitjen, e fusin, do të thonë, këtë mendimin e keq, edhe kush bart fjalë, pra kush bën ngatresa te një vëlla, atëherë ose për një vëlla,
më thënë, njeriu i mençur e ka obligim që ta qortoj atë, edhe më thënë ta postroj këtë fjalë, dhe ta pranoj arsyetimin atij që arsyetohet, ta pranoj justifikimin, ta gjithashtu edhe mos jetë shumë qortues, vazhdimisht që qortohen. Kjo është një temë, tani tema e radhës, e sqaron këtë aspekt, dhe ta mësoj veten që të jetë falënderues, mirënjohës për atë që ja ruan sekretin, kurse dhe gjithashtu të jetë mirënjohës për atë që e ruan vllaznillëkun. Domethënë nëse e shet dikush që nuk të harron, domethënë lajmërohet, kontakton, viziton, të fton, pyet për ty, çon selam, domethënë nëse e sheh një vëlla që e ruan kështu vllazërin, duhet të jetë njeriu mirënjohës dhe falënderues. Edhe të thotë, Allahu të shpërbleft, domethënë ti më ke kalu me moral të mirë, ti interesohesh, Allahu nuk ta humb shpërblimin, e kështu do thotë, që të përforcohet vllaznillëku, dhe të jetë durimtar nëse dikush e humb. Domethënë dikush ndoshta është i pakujdesshëm, duket sikur nuk të përfill ty, duhet kjo mos të humbe menjëherë vllaznillëku për shkak të kësaj mangësie, po ti jesh durimtar, edhe të arsyetosh se ndoshta ka ndonjë arsye pse nuk lajmërohet e kështu me radhë. Por edhe gjithashtu ta qortosh vllain e afërt nëse bën ndonjë gabim. Domethënë diçka që duhet të korrigjohet, pra duhet të qortohet, përmirësohet. Mirë po, edhe ky qortimi mos jetë i teprum. Se janë përmendur këtu disa poezi që e kanë këtë kuptim, po janë në formë vetëm me rim si poezi, nuk ka nevojë që të lodhemi. Qëllimi është se njeriu që me të vërtet e do dikon, një njeri, kur e sheh që bën gabim, duhet ta korrigjoj. Por korrigjimi me fjalë të mira, do të thënë jo me ofendime, me poshtrime, me largim. Do të thënë po të jetë qortim dhe drejtim në mënyrë që të përfitoj ai. Edhe ky qortim, gjithashtu ky qortimi i mirë, nuk duhet të jetë i pandërprem. Do të thënë ndonjëherë mbyllen syt, ndonjëherë tejkalohet, ndonjëherë me vepër e korrigjon, do të thënë me shembull personal do thotë, e korrigjon atë gabimin, edhe vazhdon kështu dashuria mes vëllezërve dhe miqësia e mirë, por ndryshe nëse është qortim i vazhdueshëm për secilën lëvizje, njeriu bezdiset edhe largohet, do thotë nuk mund ta durojë këtë. Pastaj thot, ashtu edhe poezi të tjera. Pastaj këtë nga Abdulaziz ibn Sulejman al-Abrash ka thënë sahaifu indi lil itabi tawaytuha satunsharu yawman wal itabu yatulu kitabun la'amri la banana yakhuttuhu wala sirrun yuaddihi ilayka rasulu. Do thotë kam disa faqe, do thënë disa flet me qortime, mirë po i kam palosur, i kam mbyllur ato. Nëse do të ketë nevojë, ndonjë ditë do t'i hap, kurse qortimet janë të gjata, do të thënë nuk kemi nevojë për shumë qortime. Ky është një libër, do të thënë që nuk e ka shkruar askush, edhe nuk është një sekret që ty do ta sjell ndonjë i dërguar, do të thënë, pra nuk janë nëse ka nevojë për korrigjim, e korrigjon. Nëse ka tjera, do të thënë gabime, ato le të rinë te ato fletët pa shkruara. Do të thënë s'ka nevojë me mbush gjithë librin me qortime, me korrigjime vazhdimisht. Se aktubu illa yajma' illahu bainana wa in najtami' yawman fasawfa aqulu. Do të thënë do të dërgoj letra nëse nuk e ka shkruar Allahu që të takohemi. Pra nëse ka diçka që duhet të përmirësohet, edhe me mesazh i dërgon, do të thënë që njeriu pra kur ja do të mirën do që ai të përmirësohet. Por nëse takohemi, do t'i them, pra nuk është, nëse janë takimet më të shpeshta ose të rregullta, nuk ka nevojë me shkruar përmes letrave ose mesazheve. Por më e mira është që të jetë këshilla sy në sy dhe kuptohet më mirë, sqarohet më mirë, sepse te shkrimi është i thatë, do të thënë ka mundësi edhe të ndikojë jo mirë, do thotë. Ka thënë autori rahimahullah, njeriu i mençur e ka obligim që mos e lër mangët
korrigjimin dhe qortimin e vllajt vet për gabimet që i bën. Sepse ai që nuk të korrigjon për gabimet, do të thonë nuk i intereson shoqëria me ty, nuk ta do të mirën. Dhe ai që qortohet dhe korrigjohet nuk do të bëj gabime. Do të thonë bën një herë gabim, e përmirëson, e këshillon, do të paksohen gabimet. Dhe thotë më mirë të shfaqet paknatësia, do të thonë kur e sheh që është gabim, ti tregosh më mirë sesa ta fshehësh edhe të bëhet si urrëtie, thotë. Edhe shumë herë qortimi është më i mirë sesa falja. Do thotë ka mundësi kur bën, do të thonë vllai jot ndonjë gabim, ndonjë rrëshqitje, edhe ti ja fal, nuk është problem, do thotë për ty personalisht, mirë po më mirë është ti tregosh se është gabim. Do thonë më mirë në atë rast, sesa kështu me falje të vazhdueshme dhe nuk do të ketë, do të thonë ndonjëherë rast që të përmirësohet. Edhe kjo vetëm e mbledh urrëtien ose ftohjen në zemër edhe shkakton pastaj më shumë probleme. Pastaj thot njeriu i mençur duhet ta përmirësoj, do thotë këtë përmirësimin dhe korrigjimin ta bëj më të mirë duke mos e tepruar, do thotë. Sepse pra qortimi nuk duhet të teprohet dhe korrigjimi nuk duhet të teprohet i vazhdueshëm, sepse ka mundësi kjo ta bëj atë njerëz që të kthehet atëherë edhe një herë t'i kthehet gabimit. Se thot nëse njeriu për secilin gabim e qorton vllain vet, atëherë është shumë e pritshme që ai nuk do të dojë të takohet me ta. Do të thënë nëse vazhdimisht për çdo lëvizje e qorton, atëherë nuk i pëlqen as takimi me ty. Dhe është qortimi i tepërt është moral i keq ose sjellje e keqe. Do të thënë kjo që çdo herë më i hip mbi kokë njerëzve, edhe çdo herë më bë më i mençuri edhe, do të thënë kjo tregon, do thotë moral jo të mirë. Kjo me një aspekt, kjo është e qartë. Në aspektin tjetër thot, kurse ai që e braktis plotësisht korrigjimin ose qortimin, ai do të thonë se nuk e ka vllaznillëkun e vërtet. Thot se kjo e bën, se nuk ta do të mirën si u tha edhe më herët, padyshim. Pastaj thot një poezi e ka përmendur Mu'atabatul ilfejni tahsunu marratan fa in akthara idmanaha afsada al-hubba. Do thot qortimi i dy shokëve të afërt është mirë nganjëherë, por nëse teprohet edhe bëhet, do të thonë si nëse njeriu i jepet vetëm qortimit, atëherë kjo e prish dashurinë. In shi'tan tuqliya fazur mutawatiran wa in shi'tan tazdada hubban fazur ghibba. Kjo që u tha më herët, nëse do që të largohet dashuria ose të bëhesh i bezdishëm, atëherë vizito pa ndërprerje. Por nëse do të shtohet dashuria, atëherë vizito me radhë. Pastaj ka thënë një poezi tjetër, in kunta fi kulli al-umuri mu'atiban khalilaka lam talqa alladhi la tu'atibu. Do të thënë nëse ti në për secilën çështje e qorton shokun dhe mikun tënd, atëherë ta dish se nuk mund të gjesh ndonjë njerëz që nuk duhet ta qortosh. Fa'ish wahidan, atëherë jeto vet, mos u shoqëro me askënd. Nëse do për secilën lëvizje, për secilën rrëshqitje qortosh, atëherë më mirë jeto vet. Au sil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujanibu. Ose jeto vet, ose bëhu mirë, do të thënë bëj lidhje të mirë me vllain tënd, sa ai donjëherë do të gaboj, donjëherë do të largohet nga gabimi. Do të thënë nuk është secili njeri nuk është, ose në realitet njeriu nuk është çdo herë vetëm gabimtar. Donjëherë e qëllon, donjëherë gabon. Thot, idha anta lam tashrab miraran ala al-qadha dhamita wa ayu an-nasi tasfu masharibu. Nëse nuk pi donjëherë edhe ujë që ka donjë, do të thënë nuk është plotësisht i kthjellët, do të thënë ndonjëherë do të bjerë që të pish edhe prej projit, për shembull. Edhe aty ka edhe papastërti, ose prej pusit do të nxjerrësh edhe ka mund gjesh ndonjë grimc aty.
Nëse nuk pi edhe ujë të atill, atëherë do të vdesësh nga etja, sepse nuk mund gjendet në të gjitha rastet e jetës vetëm uji i pastër. Pra edhe shokët, nëse do që të kesh shok pa asnjë tmet, atëherë ta dish se do të mbet më mirë jeto vet, ose ta dish, domethënë ndonjëherë ta pranosh shoqërinë edhe me diçka me ndonjë njoll të vogël. Domethënë sipas asaj që është në suazat mençurisë. Tham jo të shoqërohesh me njerëz të këqij, jo të shoqërohesh me njerëz të devijuar, por ata që janë të sakt, të dobishëm, që shoqëria me ta të sjell përmirësim, edhe do të ketë ndonjë mangësi tek ata. Domethënë duhet ta kesh parasysh që duhet ti përbish ato ose ti te kalosh. Mirë, tani ndoshta mund të pyetni pse dolin këtë temë. Kjo temë u tha më herët, apo kemi folur për këtë temë, kurse tani është përbartje në fjalëve. Qëllimi është se ndonjëherë edhe ai vllai jot i sinqert që të do me të vërtetë, ndonjëherë ka mundësi edhe do të flasë ai kundër teje, kush e di, do të thonë ndonjë fjalë rrëshqet. Edhe tash mos i jep ti nderim këtij ngatrestarit që ti bart fjalët, edhe mos u dëshpro krejtësisht prej vllait tënd se çka ka ndodhur, si ke fol ti, edhe ti ke gabime gjithashtu, edhe ndonjëherë fol për ndonjë vlla që nuk duhet kjo, domethënë duhet njeriu të pastrohet prej kësaj, mirë po nuk është mirë njeriu me mendu se duhet me pas të pastër, të kthjellët 100% pa asnjë pikë prej tmetave vllain e vet. Kurse për veten nuk shikon se domethënë që të jetë ashtu i pastër. Prandaj kanë mangësi njerëzit. Edhe me një aspekt mos i përgojo për disa mangësi të vogla, nëse e mira është, domethënë gjithëpërfshirëse. Dhe gjithashtu mos u dëshpro nëse dikush ka fol për një mangësi tënde, domethënë aty këtu, se secili bën gabim. Pra edhe një herë përforcojmë se bëhet fjalë për vëllezër të pastër të vërtet që janë në fenë e saktë, e ndjekin udhën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe të selefëve të devotshëm. Nuk flasim, domethënë që të jemi kështu të butë dhe të shkrirë ndaj bidateve dhe devijimeve. Jo, ata që kanë bidate dhe që ndikojnë në prishjen e fesë, u fol për ta më herët se duhet krejtësisht largohet njeriu prej tyre. Ata që vazhdimisht bëjnë mëkate dhe shoqërimi me ta të futë në mëkate, ose ata që e humbin kohën edhe merren vetëm me kotësi, edhe shoqërimi me ta është dëm. Domethënë duhet largohesh prej tyre, por vllai jot me të cilin jeni në rrugën e sunetit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, e përkujtoni njëri tjetrin për fen, e ndihmoni njëri tjetrin për të marrë pjesë në mësime, për shembull, për të bërë vepra të mira, edhe do të ketë ndonjë mangësi patjetër. Kjo me një aspekt, edhe ti do të shohësh mangësitë e vllajut, edhe duhet ti anashkalosh. Kurse kur ti sjell dikush tjetër që do me ju prish, atëherë duhet as pak, domethënë mos merren parasysh ato edhe qortohet ai bartësi i fjalëve. Pastaj transmeton autori rahimahullah nga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu se ka thënë la tukthir al-itab fa inna al-itaba yurithu ad-daghina wal-bughdha. Domethënë mos e shto qortimin e vazhdueshëm, domethënë vazhdimisht vetëm me qortu dhe mos me lënë rahat njerëzit, sepse kjo sjell ftohje dhe urrëtie. Wa kathratuhu min su'il adab. Dhe shtimi i qortimit është domethënë edukate keqe, nuk është edukate saktë. Edhe thot autori rahimahullah në fund, pra këto i kam përmendur, këto transmetime dhe këto fjalë, edhe të ngjashme me to i kam përmendur te libri Mura'atul Ikhwan, domethënë kujdesi për vëllezërit, edhe nuk ka nevojë të përsëriten të gjitha këto, domethënë të gjitha edhe një herë këtu në këtë temë. Në temën e radhës thot autori rahimahullah, dhikru istihbabi qabul al-i'tidhari min al-mu'tadhir. Domethënë preferimi ose parapëlqimi i pranimit të arsyetimit për atij që arsyetohet. Do thotë nëse ka bërë dikush gabim, të ka bërë ndonjë gabim, të ka bërë ndonjë dëmtim, edhe pastaj pas një kohë, shpejt ose vonë, më vonë vjen, arsyetohet e pranon gabimin, edhe thotë se, domethënë, si më thonë, e ul vetveten për shkak të gabimit që e ka bërë, qoftë ajo fjalë që e ka thënë ose ndonjë veprim që ka bërë.
edhe vjen i arsyetuar. Atëherë duhet të pranohet arsyetimi. Ka thënë këtu në këtë hadith, ka thënë akhbarana Ali ibn al-Husayn ibn Abdul Jabbar bi Nusaybin, do të thënë ka treguar Ali ibn Husayn ibn Abdul Jabbar në Nusaybin. Dhe ka thënë حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا وكيع عن الثوري عن ابن جريج عن العباس بن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعي عن جودان قال do të thënë me këtë zinxhir është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo fjalë ku thuhet men i'tadhara ila akhihi falam yaqbal minhu, do të thotë kur dikush arsyetohet te vllai vet dhe ai nuk ja pranon arsyetimin, kana alayhi mithlu khati'ati sahibi maks, do të thënë ai ka mëkatin si ai që vjedh ose i merr pasuritë padrejtësisht. Pra kjo është hadith, thot autori rahimahullah, ana khaifun an yakuna ibn Jurayj rahmatullahi wa ridwanuhu alayhi dallasa hadha al-khabar. Thot kam frikë se ibn Jurayji ka bërë tedlis në këtë transmetim. Tedlis, ndoshta kemi përmendur edhe tjera herë, do të thonë kur transmetuesi nuk e përmend qartë prej kujt ka transmetuar. Do thënë nuk thot se më ka tregu filani, por thot prej filanit. Vetëm që ka mundësi të ketë dhe një tjetër transmetues mes tyre, ose ka mundësi bën tedlis të emri. Do të thënë sidoqoftë kur një transmetues njihet për këtë cilësi, se është mudellis, dhe ai transmetues, këtu është Ibn Jurayj, pra është mudellis, bën tedlis, nuk e tregon qartë prej kujt e ka marrë hadithin, po vetëm thot an fulan, do të thonë transmetohet prej filanit. Edhe atëherë kur e thot kështu an, hadithi është i dobët. Nëse kishte thënë Ibn Jurayj haddathani, më ka treguar al-Abbas ibn Abdurrahman, atëherë është do të thënë ky është qëllimi çka thot këtu autori rahimahullah. Do të thënë kam frikë se Ibn Jurayji ka bërë tedlis këtu, se nuk e ka dëgjuar nga Abbas ibn Abdurrahman, dhe nëse e ka dëgjuar, atëherë ky është hadith hasan, thot autori. Hasanun gharib, do të thënë është hadith i mirë, i pranueshëm, por është i rrallë, vetëm këtë zinxhir është i transmetuar. Pra kjo është fjala e autorit, u mundova ta sqaroj që ta kuptoni çka ka dashur të thonë. Pra te autori është dyshimi te Ibn Jurayji. Nëse sepse është modelis, prandaj nuk jemi të sigurt 100%, por nëse e ka dëgju, atëherë hadithi është në rregull. Por Sheikh Al-Albani e ka marrë pikërisht këtë fjalë, këtë hadith e ka përmendur te zinxhiri i haditheve të dobta, edhe ka thonë se ka transmetuar Ibn Hibban në Rawdatul Uqala, edhe ka thonë këtë fjalë. Por, thot Sheikh Albani, nuk është ashtu, pra nuk është hadithi hasan në asnjë gjendje. Edhe sigur të kishte thënë Ibn Jurayj haddathana, prap hadithi nuk është hasan, por është i dobët se ka transmetues tjerë. Nuk më kujtohet, do të thënë dikush tjetër prej transmetuesve është shumë i dobët, ose ka shkputje kështu me radhë, do të thënë ky hadith nuk është hadith i saktë. Por, në lidhje me temën, thot autori rahimahullah, njeriu i mençur e ka obligim që ta pranoj arsyetimin e dikujt që vjen arsyetohet prej vëllezërve për ndonjë gabim të kaluar ose për ndonjë mangësi që e ka lënë. Do të thënë nuk e ka kryer ndonjë hak prej këtyre hakeve të vëllaznillëkut, ose ka bërë ndonjë gabim në këtë temë, edhe pastaj vjen arsyetohet, atëherë njeriu i mençur e pranon arsyetimin e tij dhe e llogarit sikur s'ka ndodhur. Pra nuk është mençuri, as nuk është mirësi që njeriu thot ja fala filanit, mirë po nuk ja harroj asnjëherë, ose do të thënë ajo nuk është falje. Edhe ose komas kohë i thot atij, a di atëherë çka bane, unë ta kam fal, mirë po do të thënë kjo nuk është falje, do thotë duhet falja e vërtetë dhe pranimi i arsyetit, sidomos nëse arsyetohet. Do të thënë ai tani e ka kuptuar që ka qenë gabim, edhe sjell arsyetim. Edhe atëherë duhet me llogarit sikur nuk ka ndodhur kjo.
thot, pra kështu thot ato, lian men min tunussila ilayhi falam yaqbal, do të thënë kur dikush vjen i arsyetuar edhe i përulur, do të thënë me arsyetim dhe nuk ja pranon, atëherë thot autori kam frikë se nuk do t'i lihet atij, nuk do t'i mundsohet atij të shkojë te haudi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për këtë Allahu alem duhet argument, por do të thënë është prej moralit të njeriu të mençur dhe fisnik që ta pranoj arsyetimin edhe kërkimin e faljes, do thot prej atyre që kanë gabuar. Edhe kur njeriu ka lënë ndonjë mangësi, ka bërë ndonjë gabim, gjithashtu e ka obligim të shkojë të kërkojë hallallok, të kërkojë falje dhe të arsyetohet edhe ta pranoj gabimin, do të thonë duhet, edhe gjithashtu kur vjen dikush te ti që kërkon falje, duhet ta pranosh atë faljen e tij. Edhe thot ka thënë Muhammed ibn Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi, idha i'tadhara as-sadiqu ilayka yawman min at-taqsiri 'idhra akhin muqirri fasunhu 'an jafaika wa'fu anhu fa inna as-safha shimatu kulli hurri. Do thot kur vjen shoku yt arsyetohet të ti ndonjë ditë për shkak të mangësive që i ka bërë, atëherë, do të thënë duke arsyetuar si një vëlla që e pranon gabimin, do të thënë e di se ka gabuar dhe e pranon këtë, atëherë thotë ruaja atë vëlla prej sjelljeve tua të këqija ose prej ashpërsisë tënde, pra mos u bëj ashpër ndaj tij, mos u bëj i vrazhd ose i ftohtë ndaj tij, por falja, sepse falja është prej moraleve të njerëzve të lartë, njerëz, do të thënë që janë të lirë, pra që kanë fisnikri të lartë. Pastaj një tjetër poezi nga Muhammed ibn Ishaq al-Wasiti thot: "Shafi'u man aslamahu jurmuhu, iqraruhu bil jurmi wa dhanbi." Thot ndërmjetësues, thot kur vjen dikush që kërkon falje, për shembull, sjell një ndërmjetësues. Kush është ndërmjetësuesi i atij që e ka dorëzuar të ti gabimi i tij. Kush është ndërmjetësues? Do të thënë, ai ka bërë një gabim, tani është i dorëzuar të ti. Çka ndërmjetëson për të? Thot ndërmjetëson pranimi i gabimit, edhe rëshqitjes. Wa tawbatul mudhnibi min dhanbihi i'tabu man asbaha dha atbi. Edhe do të thënë ai pendimi prej gabimit është që njeriu ta pranojë, do të thënë ta pranoj kthimin e tij edhe t'ja falë, t'ja harrojë atë gabim që e ka bërë. Thot, transmeton me zinxhirin e tij se Sulejman ibn Abdul Malik është zemruar një herë me Khalid ibn Abdullah, dhe kur ka ardhur Khalid ibn Abdullah tek ai, i ka thënë o prisi besimtarve, el qudratu tudhhibu al hafidha. Ka thënë o prisi besimtarve, fuqia e largon zemrimin. Do të thënë kjo është fjalë e urtë e arabëve, se thonë kur njeriu ka fuqi të hakmerret, edhe do të thënë dikush të ka bë dame kështu, tani e ngadhnjen atë, e mbizotron atë, edhe je i fuqishëm që ta marrësh hakun në çfarë mënyre do. Kjo fuqia kundër ti e largon zemrimin. Atëherë, do të thënë pushon ajo nervoza ose zemrimi dhe hidhrimi. Kjo është prej moraleve të njerëzve të lartë, se thamë që fal kur ka fuqi të hakmerret. Siç ka qenë për shembull Ibn Taymija, pas viteve dhe dekadave që e kanë torturuar njerëz të bidatit, kur ka arritur në fuqi, edhe ai pushtetari ka thonë tregom ti më jep fetva, do të thonë kanë ta burgosi ose ta vras ose kështu. Atëherë ka thonë Ibn Taymija, pra unë nuk du të shënohem në histori se i kam vrarë dietarët. Thotë, pra është largu për kësaj. Në atë moment që ka pasur mundësi të hakmerret, atëherë largohet dëshira për të hakmar, alhamdulillah. Pra i ka thonë Khalid ibn Abdullah që ka qenë gabimtar, edhe khalifja ka qenë i zemrum ndaj tij, Sulejman ibn Abdul Malik. Ka thonë o prije se besimtarve, fuqia e largon zemrimin. Wa anta tajillu anil uquba, kurse ti je më i madh se sa të më dënosh mua. Do të thonë ti je në pozitë më të lartë, je fisnik, je ke moral të lartë. Nëse ma fal, atëherë ti je ai meritori për faljen. Nëse më dënon, unë jam meritor për dënim. Atëherë khalifja ja ka falur.
Thot autori rahimahullah, njeriu la yajibu lil mar'i an ya'tadhira bihilatin ila man la yuhibbu an yajid lahu udhran. Atëherë thot njeriu I mençur nuk duhet të shkoj të arsyetohet ose të kërkoj halallak të një njeri që nuk e pranon arsyetimin ose nuk ja bën halal. Domethënë pa marrë parasysh sa I thu, atëherë mos shko te njeri I tillë. Dhe gjithashtu nuk duhet vazhdimisht njeriu të kërkoj halallak, vazhdimisht të arsyetohet te vllai I tij, sepse kjo teprimi I arsyetimeve është shkak që sjell, domethënë akuzë. Domethënë vazhdimisht nuk muset me mend, do thotë si thon, vazhdimisht e përsërit gabimin edhe vazhdimisht vjen arsyetohet, atëherë kjo është shkak për akuzimin e tij. Por duhet njeriu sa më pak, domethënë të mundohet të ruhet shumë prej gabimeve dhe rrëshqitjeve, edhe më rrallë të ketë nevojë për të kërkuar halallak. Se ndonjëherë ky arsyetimi, subhanallah, shpesh herë, domethënë kërkimi I faljes edhe arsyetimi për gabimin, shumë shpesh herë përzihet me gënjeshtër. Domethënë patjetër atëherë njeriu mundohet me zbukuru më shumë edhe me shtu diçka ose me shpiv diçka që nuk ka qenë. Atëherë nëse kështu thot wa qallama ra'aytu ahadan i'tadhara illa shaba i'tidharahu bil kadhib. Domethënë rrallë herë kam pa njerëz që arsyetohen dhe që nuk e njollosin arsyetimin e tyre me gënjeshtër. Por kur njeriu e pranon gabimin, atëherë meriton që t'i falet, sepse kjo përullësia e tij për ta pranuar gabimin e vetvetes, do thotë është shkak që ta bëjë njeriu t'i largohet zemrimi dhe t'i pushoj ai hidhrimi. Do thotë dhe njeriu kur kërkon halallak, do të thonë kur arsyetohet, e ka hak që ta ul vetveten, do të thonë mos bëhet mendje madh kur do ta mbulojë atë gabimin me mashtrime, me mendjemadhësi e kështu me radhë. Duhet, do të thonë patjetër ta ul vetveten. Pastaj thot me zinxhirin e tij nga Abdullah ibn Khubejq, thot kana yuqal, pra thuhej përpara, ihtamil men dalla alejka waqbal mimmen i'tadhara ilejk. Do të thonë bëu durimtar, barte atë që të bën, do të thonë, dhe një gabim dhe pranoje atë që vjen me arsyetim. Do të thonë pranoje arsyetimet dhe kërkimin e faljes atij që vjen në atë mënyrë. Pastaj gjithashtu me zinxhirin e tij transmeton nga Abu Qilaba se ka thënë kur të vjen një lajm për vllajën tënd, do të thonë diçka që ti e urren, atëherë mundohu t'i gjesh arsye. Pra diçka e sheh që ka bërë ndonjë gabim, ka thonë ndonjë fjalë të keqe, ose ka lënë mangët për shembull nuk ka ardhur në kohën kur është dashur të vijë kështu me radhë, thotë mundohu t'i gjesh arsye. Thuaj ndoshta I ka ndodhur kështu, ose nuk ka pas mundësi, ose nuk ka pasur lek për bilet, ose do të thonë ndonjë arsye gjeja. Por nëse nuk gjen asnjë arsye, thuaj la'alla lahu 'udhran la a'lamuhu. Thuaj ndoshta ai ka ndonjë arsye që unë nuk e di. Do të thonë patjetër ai vllai me cilin ti ke besim dhe dashuri të vërtet, pastërti, cilëtërsi, do të thonë duhet ta mendosh si vetveten. Do të thonë pasi ai nuk e ka bërë këtë ose e ka bërë këtë gabim, atëherë me siguri ka ndonjë arsyetim, po unë nuk e di. Edhe thot autori rahimahullah, njeriu I mençur nuk duhet ta dënoj haptas atë që nuk e bën gabimin haptas. Do të thonë ky menhexhi I selefëve, thotë ai që e bën gabimin haptas, qortohet haptas. Kush e ka bërë fshehur azi, edhe nuk e di dikush tjetër, nuk lejohet qortimi ose paralajmërimi të bëhet haptas për ta, sepse gabimi është I fshehtë. Dhe gjithashtu thot ai që arsyetohet ka patjetër një prej dy gjendjeve. Imma yakuna sadiqan fi i'tidharihi, ose është I sinqert, I vërtet kur arsyetohet edhe kërkon falje, e ka me të vërtet, ose është gënjeshtar.
Do të thënë njëra prej këtyre gjendjeve. Nëse është i sinqert me të vërtetë, atëherë meriton që të falet. Sepse njeriu më i keq është ai që nuk ua fal njerëzve gabimet dhe rrëshqitjet dhe nuk ua mbulon tmetat njerëzve. Por nëse është gënjeshtar, atëherë njeriu që e di se është duke gënjur, do të thënë ky që kërkon falje, në realitet është duke gënjur, nuk e ka me të vërtetë, atëherë thot kjo përullësia e tij për të kërkuar falje, do të thënë duhet të jetë që t'ja falësh, do të thënë vetëm pse është përullur dhe kërkon falje, do thotë duhet të jetë për njeriu me dinjitet, duhet të jetë arsye për t'ja falë aty, për t'ja falur atij dhe për që mos e dënoj për gabimin që ka kaluar. Por ta falenderoj për këtë të mirën e re. Do thotë gabimi që ka kalu ka mbaru, kurse tani kjo e reja është përmirësimi i gjendjes dhe arsyetimi, duhet ta pranoj. Pastaj ka thonë një poezi nga Al-Abrash, Habni asatu kama za'amta, fa ayna atifatul ukhuwa. Thot zere se kam gabu, me të vërtetë siç thua ti. Do thot pra ndonjëherë ndodh që edhe ti e mendon se është gabim, por nuk është gabim, ai vllai jot. Por thot zere se kam gabu, siç po pretendon ti. Atëherë ku është ndjenja e vllaznillokut? Au in asatu kama wa in asata kama asatu fa ayna fadluka wal muru'a. Thot por nëse si duket e kundërta këtu është wa in asatu kama asata fa ayna fadluka wal muru'a. Por nëse kam bërë gabim, më falni se do të thonë ta zëm se un kam gabuar, siç the ti. Atëherë ku është ndjenja dhe dashuria e vllazërisë? Por nëse ti bën gabim siç kam bërë un gabim, atëherë ku është vlera jote dhe burrnia jote? Do thotë pra nëse un nuk kam bërë gabim, atëherë ti je gabim që më dënon për këtë dhe nuk e pranon arsyetimin. Por nëse me të vërtetë un ka bërë gabim, atëherë në bazë të për hir të vllaznillokut dhe dashurisë, atëherë duhet të më falësh. Pastaj edhe disa poezi tjera dhe më vonë nga Al-Asma'i ka thënë ataytuka ta'iban min kulli dhanbin wa khairu an-nasi man akhta'a fataba. Do thotë unë erdha i penduar për gjitha gabimet dhe njeriu më i mirë është ai që gabon dhe pendohet. Alaysa Allahu yusta'fa fa ya'fu wa qad malaka al-'uqubata wal-'iqaba. Do thotë a nuk është Allahu që i kërkohet atij falje dhe ai fal, kurse ai e ka në dorë, do të thënë ka dorë gjithçka dhe ka në dorë dënimin. Do thotë Allahu subhanahu wa taala, ne i gabojmë Allahut edhe i kërkojmë falje dhe Allahu fal. Atëherë si është puna, do të thënë që njerëzit mos ja falin njëri tjetrin, mos ja fal vllait, do thotë nuk është e pritshme. Nëse vjen, do të thënë i arsyetu, nëse ai vazhdon në atë sjelljen e keqe dhe ligësinë që e ka, do të thënë vetëm largohesh prej tij. Por nëse vjen i arsyetu me pranon gabimin, do të thënë ku është burrnia dhe mençuria dhe morali i lartë që t'ia falësh atij që gabon, si kërkon ti prej Allahut subhanahu wa taala që t'i falë ty gabimet e tua. Thot në tjetër poezi, asaitu wa tubtu kama qad asa wa taba ila rabbih Adamu, faqul qawla Yusuf la tathriban faqad yaghfiru al-ghafiru ar-rahimu. Thot unë gabova dhe u pendova dhe ka gabuar dhe është penduar edhe te Zoti i tij Ademi. Atëherë thuaj edhe ti si Jusufi alayhis salam, si u ka thënë vëllezërve të tij më në fund pas shumë viteve kur kanë ardhur dhe janë arsyetu, do thotë kanë kërkuar falje, ka thënë la tathriba aleikum al-yawm, do të thënë nuk ka qertim për ju sot. Do të thënë u kanë falë të gjitha, se atëherë edhe Allahu i gjithë mëshirshmi dhe falsi ti falë mëkatet, do të thënë nëse u fal ti gabimet njerëzve. Thot autori rahimahullah, al-i'tidharu yudhhibu al-humum
wa yujlil ahzan wa yadfa'u al-hiqd. Do të thënë kërkimi i faljes ose kërkimi i halallakut do thot dhe arsyetimi i largon brengat dhe i largon mërzit, e largon urrejtjen, e largon ose e largon këtë, do të thënë largimin mes njerëzve, ftohjen, e largon ftohjen dhe pak arsyetim, do të thënë ka mundësi një fjalë e lehtë, një fjalë e vogël që ja thu vllajt tënd, i largon gabimet, krimet e mëdha. Do të thënë gabimet rënda çka ke bë, do të thënë me një fjalë të mirë i largon dhe e kthen atë dashurinë, ngrohtësinë dhe vëllazëllakun mes vëllezërve. Po, edhe më në fund ka transmetuar autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Hamad ibn Musa, thotë se i ka thënë Hamad ibn Musa i ka thënë shkruesit të tij, kur e ka pasë sigur është ftohur diçka, ka thënë mali arake kal mu'ridi anni, do të thënë çka është puna pse je ftohur me mua. Ka thënë ai belaghani anke shay'un karihtuhu. Ka thënë më ka ardhur një lajm prej teje diçka që nuk e dua, e urrej. Ka thënë thot Hamad ibn Musa idhen la ubali. Atëherë nuk mërzitem. Do thënë pse je ftohur? Thot se më ka thënë dikush diçka për ty. Do thot diçka të keqe. Ka thënë atëherë s'ka problem. Ky ka thënë pse? Ka thënë li'annahu in kana dhanban ghafartahu. Pra sepse kjo që ke dëgju, nëse është gabimi jem, ti do ta falësh. Ti je, do të thënë, njeri me moral të lartë. Wa in kana batilan lam taqbalhu. Nëse është gënjeshtër, nëse është shpifje për mua, ti nuk e pranon. Atëherë është kthy, do të thënë, kjo vllaznia dhe dashuria mes tyre siç ka qenë më përpara. Dhe më në fund, po ashtu ka thënë autori rahimahullah, këto fjalë të këtilla të ngjashme dhe transmetime të këtilla i kanë përmendur te libri Mura'atul Ishra. Do thotë kujdesi për lidhjet mes njerëzve, edhe thotë nuk ka nevojë të përsëriten edhe një herë këtu. Shpresojmë që ka qenë e qartë dhe e dobishme dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë të dobishme çdo gjë që na mëson dhe të na mësojë atë që na bën dobi, na shtoj diturinë e dobishme dhe lutim Allahun të na përmirësojë gjendjen tonë, të na përmirësojë moralin tonë dhe sjelljet tona, na ngrej në moral të lartë ashtu si është i kënaqur ai subhanahu wa taala. O Allah, na dhuro frikë ndaj teje që na pengon prej mëkateve dhe gjunaheve, na dhuro bindje ndaj teje që na çon në xhenetin tënd, na dhuro besim të paluhatshëm që na lehtëson provat e dunjas, na kënaq me dëgjimin, shikimin dhe fuqinë tonë sa të jemi gjallë dhe lëre atë në trashëgim pas nesh, hakmeru për ne kundër atij që na bën padrejtësi dhe na ndihmo kundër atij që na armiqson. Mos na ços provën në fenë tonë, mos na e bëj dunjan brengën tonë më të madhe dhe gjithë diturinë tonë dhe mos na çon mbi kokë dikë që nuk na mëshiron. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.